Jam bërë operacion dhe kam varr në trup. Jo varr. Varr, më thon plag. Dhe kam 3 penj akoma në trup. Pra akoma i ka ato qepjet. A më lejohet që të falem? Duhet të falesh. Ja lejohet, duhet me u fal, patjetër. Toleranca zero ndaj mosfaljes. Falja e namazit është derisa s'ka dalë shpirti nga trupi. S'ka tolerancë për sa i përket mosfaljes. Falja e namazit është në çdo lloj situate, në çdo lloj gjendje, në çdo lloj derisa truni punon, falja duhet bërë. Po jam i lidh për shembull, se jam i shtrisë, kam mundësi me marr abdes, njashtu me mend. Merr abdes me mend. Falu me mend. Namazi në Islam bie vetëm nëse je i çmend, nëse je në gjumë, nëse harron, nëse je femër me të përmuajshmet ose me lehoni. Përndryshe namazi gjithmonë duhet fal. Ose Zot na ruaj po dole nga Islami po. S'po flasim për këtë kategori.